Dhe njëherë atje te kolegu Arjan Hajdaraj që na tregon nëse ka komunikime mes deputetëve, nëse është duke vretur që ka atmosferë të një marrëveshje politike dhe mund të ketë epilog konstituimi i kuvendit sot. Haris, në fakt nëse i shohim bashkëbisedimet mes deputetëve të bloqeve të ndryshme këtu në kuvend, mund të themi që ka një disponim të mirë, megjithatë duke u bazuar gjithmonë nga deklarimet, cilat dhe komunikimet me ta qoftë para kamerës, qoftë përmes komunikimeve të brendshme, kemi kuptuar që zor është që të votohet sërish kandidatja e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu, gjithmonë në rast se lëvizja vetëvendosje gjatë kësaj seance nuk e ndryshon këtë propozim, për cilin vazhdimisht kanë insistuar në këto momente kur po flasim, rreth 23 minuta pas terminit për filluar seanca konstituive, në sallën e kuvendit janë shumica e deputetëve të pranishëm, derisa mungojnë disa prej aleancës për ardhmërinë e Kosovës, megjithse kemi parë që të nënshkruan nisur nga Adem Hoxha, i cili është pjesë e këtij grupi parlamentar, pra nga përfaqësuesi Goran, Ramush Haradinaj, kryetari i kësaj partie, i cili po ashtu ishte më herët i nënshkruar dhe ka shkuar në bufet, ndërsa kryesuesi i kuvendit Avni Dehari është prej të parëve që është i pranishëm këtu në seancë, duke kapritur secilin deputet pranishëm dhe i njëjti në këto momente është duke thirrur deputetët që të zënë vendet e tyre për kallëse që më pasaj të vazhdojnë dhe të fillohet fillimisht numërimit kryet e më pasaj të shihet nëse veç ka kuorum për vazhdimin e kësaj seance konstituive për të 5-ën herë me radhë, pra që nga e marrta e kaluar. Shohim deputetë që zonë vend, por se vazhdojnë sërish të mungojnë deputetët e aleancës për ardhmërinë e Kosovës, kujt pranishëm janë vetëm 2 prej tyre. Në këto momente erdhi edhe Time Kadria, e cila ishte përfaqësoi aleancën për ardhmërinë e Kosovës në takimin i cili u ftua nga kryesuesi i kuvendit Avni Dehari, në cilin patën nevojë të konsultohen sa i përket nëse i kanë numrat e nevojshëm për kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiu. Në këto momente erdhi edhe Ramush Haradinaj dhe përfaqësuesit e nismës, po ashtu Fatmi Lima i Gjevahire Izmaku, kështu duke plotësuar numrin prej afërsisht 120 deputet sa ishin rëndom në këto seanca.